Turistët me kamper tashme kanë një vend të preferuar, Vlorën dhe Shqipërinë, pranver Astina ku numri i tyre rritet ndjeshëm, ndërsa me rritjen e temperaturave shtohet edhe numri i tyre. Preferojnë të lëvizin me kamper me familjen apo me miqtë e tyre, edhe duke patër mundësinë të vizitojnë shumë vende. Nga Olanda, Franca apo edhe vende të tjera, disa vinë për herë të parë, por duke u shprehur të surprizuar me atë çfarë kanë gjetur në Vlorë dhe në vendin tonë. Duke vlerësuar natyrën, mikpritjen dhe ushqimin natyrisht pranojnë se do të rikthehen sërish. It's the first time. But we are here on a long trip, so actually first time we... Jam nga Holanda, këtu jam bashkë me familjen time, kemi ardhur nga Italia fillimisht dhe jemi vendosur në Vlorë. Tu thosh me kamper është gjithmonë kënaqësi dhe ke mundësi të vizitosh disa vende të ndryshme. Këtu është shumë bukur dhe ne kemi bërë edhe ecje në natyrë. Është me të vërtetë fantastike. Do të qëndrojmë të paktën 5 ditë. Po, është hera e parë që ne vim në Shqipëri dhe do të vizitojmë edhe qytetet e tjera. Kemi parë edhe lagunën dhe ishte shumë e bukur. Na pëlqen më shumë të qëndrojmë në vende të tilla, në natyrë, pasi nuk na pëlqen shumë jeta në qytete dhe zhurma. Mostly the nature. Yeah, the mountains, the sea, it's beautiful. Më quajnë Paula, edhe unë jam nga Holanda, po është hera ime e parë këtu në Vlorë dhe në Shqipëri. Do të udhëtoj më pas edhe në zonat të tjera, duke shkuar edhe në jug të vendit. Gjithçka është fantastike, shumë e bukur natyra, mikpritja e njerëzve dhe kemi gjetur qetësi. Mendoj se po, në vitet e ardhshme të rikthehem sërish.